Analisti politik Gani Qari ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit brenda lidhjes demokratike të Kosovës, duke e quajtur udhëheqjen aktuale një grupim rrugaçësh, manipulatorësh e kriminalësh. Në postimin e tij, Qari akuzon strukturat aktuale të partisë se po përdorin dhunë, manipulime dhe tradhti ndaj qytetarëve të Kosovës. Ai kërkon fund, siç e quan, dhunës së langarashëve të vetëquajtur LDK. Në vijim, postimi i tij plot një grupim i rrezikshëm rrugaçësh, manipulatorësh e kriminalësh, që në emër të ish LDK-s Dr. Ibrahim Rugovës i kanë dhënë vetes për mision rrahjet, vjedhjet e votave dhe tradhtinë e hapur ndaj shtetit dhe popullit të Kosovës, maskarejnë dhe gangsterë të çmendur, të cilët pas luftës me karrige ndërmjet veti, në udhëheqjen e Lubomirit, bursistit të Sorosit, kanë filluar t'i rrahin njerëzit edhe në rrugë. Stop dhunës së langarashëve të vetëquajtur LDK, ka shkruar Qari ndër të tjera. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Veton Berisha ka shkruar një sqarim publik në profilin e tij në Facebook pas aludimeve se deputeti Armen Zemaj, gjatë incidentit të dieshëm me një qytetar, ka përdorur termin në regji fyese për komunitetin. Berisha ka thënë se e ka kontaktuar deputetin Zemaj dhe është sqaruar se një gjë e tillë s'është e vërtetë. Gjithashtu, deputeti Berisha thotë se një gjë e tillë vërtetohet edhe në video. Deputeti më ka vënë në dispozicion videon origjinale pa prerje dhe nga ajo video vërtetohet se është përdorur fjala majmun, ka shkruar Berisha. E vërteta e fjalëve të përdorura nga deputeti Armen Zemaj gjatë incidentit me qytetarin, pas reagimeve të shumta dhe të arsyeshme, për dyshimet se gjoja është përdorur fjala majxhup, e kontaktova personalisht zotin Armen Zemaj dhe i paraqita shqetësimin lidhur me këtë çështje. Zemaj mos siguroi se fjala majxhup nuk është përdorur nga ai dhe sipas tij prerja e videos që është publikuar nga disa media ka qenë e qëllimshme me synim. Deputeti më ka vënë në dispozicion videon origjinale pa prerje dhe nga ajo video vërtetohet se është përdorur fjala majmun muti. Si Parti Liberale Egjiptiane, PLE, ne nuk pajtohemi me asnjë formë të provokimit, fyerjes apo dhunës. Megjithatë, kemi edhe obligime morale e politike të jemi korrekt ndaj secilit, përfshirë edhe deputetin Armen Zemaj. Për këtë arsye i kërkojmë ndjes publike për reagimet tona të ngutshme. Është e qartë se oponentët tanë politik janë përpjekur edhe në këtë rast të na sulmojnë, madje edhe duke përdorur ofendime të rënda, por ne kemi mjaftueshëm pjekuri politike që të mos veprojmë me ngutë, por me maturi dhe përgjegjësi, ka shkruar Berisha.